Një ngjarje e rëndë tronditi Lezhën ditën e djeshme ku një çift mbeti i vrarë si pasojë të shtonave me armë. Ditën e sotme policia e shtetit reagoi duke theksuar se ngjarja ka ndodhur për gjakmarrje. Për të folur mbi këtë fenomen dhe mbi ngjarjen e djeshme kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Ndue Pietra. Zoti Pietra, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Zoti Pietra, një ngjarje shumë e rëndë dhe që ka, po themi, si zanafill gjakmarrje. Normalisht, pra këto janë ngjarje që priten, sepse e ka thënë ai edhe i pari, edhe kanoni, edhe ligji që po vrave, ajo rrugë do të gjenë, që do të vrasin. Dhe derisa nuk ka funksionu ligji, pra do funksionojnë këto, dhe ne jo pa qëllim e ngrejmë zanin që gjykata duhet jetë shumë të kujdesshme në dhënien e vendimeve në këto raste, kur kemi të bëjmë me vrasje, kur kemi të bëjmë me situata të kësaj natyre. Dhe sado që ata mund të bëjnë ndonjë korrupsion lidhur me dhënien e dënimit, por është problem i madh në të ardhmen. Dhe unë duhet të citoj një rast ndërkombëtar botëror, kryemafiozin e botës e pyesin dhe i thonë që si ka mundësi që ti nuk vret shqiptar? Dhe ai thotë, unë nuk vras shqiptar, thotë, se mbas 100 vitesh ai shqiptari ta mban mend dhe vjen të vret. Pra frika ndërkombëtare ekziston në këto për shqiptarët. Dhe jo pa qëllim, thotë. Dhe unë normalisht në disa raste kam kërkuar që jemi shumë herët që kemi hequr dënimin me ekzekutim vetëm për këto raste. Dhe Shqipëria në kodin penal e parashikon këtë fakt, pra gjakmarrjen, sepse ka nxjerr nene, ka nxjerr ligje për gjakmarrjen dhe thotë që nëse jemi para gjakmarrjes, dënimet janë shumë të rënda. Dhe pra në njërin anë e pranon që ka gjakmarrje, në anën tjetër nuk merr asnjë mas dhe dënimet e tyre janë dënime që nuk janë parashikuara në asnjë ligj dhe asnjë konvent dhe as në një kod penal, qoftë shqiptar apo dhe huaj. Avokata, mund të ishte parandaluar kjo ngjarje? Jo, nuk mund të ndalohet sepse personi ka qenë dhe e ka ditë shumë mirë që do ekzekutohet dhe është rujt deri më sot. Pra, siç e tregojnë edhe qytetarë tjerë, fshatarë tjerë, që ai ka ecë gjithmonë i rujtur, duke u rujtur për kjo situatë. Në fakt ka pasur, le të themi, mjaft të kritika lidhur me ekzekutimin, pra në aspektin e ashpërsisë së ekzekutimit, ku mjaft zëra janë shprehur që edhe kanoni vetë, përpos që në fakt le të themi që kanoni nuk duhet të ekzistojë në 2026, por edhe nëse kanoni është për bazë, nuk vihet dorë mbi gratë, se kujtojmë që u vra dhe gruaja e Kreshnik Mujecit. Faktikisht aty është shumë mirë që kanoni, po të kërkosh pjesën e kanonit do të shkputsh ligjin, të kërkosh ligjin do shkputsh kanonin. Pra jemi mes dy pika kulminante që me kë do jemi, a do jemi me ligjin a me kanonin. Derisa ngjarja kishte kaluar në gjykatat e Shqipërisë, do thotë që jemi me ligjin dhe nuk hyn kanoni. Tani o ka ligj ose ka kanon. Dyja nuk mund të jenë, nuk mund të përputhen njëra me tjetrën. Janë krejt në ekstreme. Dhe për këtë arsye, normalisht kanoni thotë që nuk vritet gruaja me rrallë, por ekzekutimi është prit. Dhe prita nuk i shpëton askush pritës. Dhe jo pa qëllim e ngrejmë zanin edhe atje në rjoll edhe gjithkund që o zotëri, toka i han njerëzit. Toka, pra veprimet në lidhje me disa gjana që nuk kanë, pra nuk kanë dritë, pra nuk shifen as nga ligji, as nga kanoni, as nga kush, do kenë të pasoja.
dhe unë jam mundu me çdo kushtata të rjollit ti maj sa më afër që mos të dalin në ekstrem. Ata janë të shprehun, të ndinjum nga veprimet dhe ata do dalin në ekstrem. Dhe unë jam mundu me çdo kush që ti maj, ti frenoj, që ti kem thënë që pritni sepse ka ligj, do ecim mbas ligjit, nuk do ecim mbas kanonit. Dhe shpesh herë ata janë irritu dhe shpesh herë më kanë thënë edhe mua që ti o zotëri o vazhdojmë ose nuk vazhdojmë sepse nuk mund të na analosh ne. Unë i naloj vetëm e vetëm që mos ndodhin gjëna katastrofë siç janë parashiku ose sipas asaj që unë e marr me mend që do të ketë. Avokat, në fakt viktima ishte dhe pjesëmarrës në protesta që zhvillohen në Rjoll nga banorët e atij vendi ndaj një ndërtimi që po tentohet të kryhet nga Bashkimulaj. Ne e kemi shprehur disa herë që në atë zonë i kemi bërë thirrje edhe qytetarëve të tjerë, kanë ardhur nga Vlora, nga Fieri, nga Durrësi, nga gjithë Shqipëria. Por nuk do thotë që këta janë pjesë e një proteste ose pjesë e një halli që mund të kenë pas. Ata janë kënë në mbështetje të rjollit dhe nuk është se ka ndonjë njeri ai ka pra është dhënër në velipojnë e Shkodrës, por nuk është se ka pas interesa për sa i përket tokave të rjollit. Por indinjata e thellë e gjithë shqiptarëve i ka bërë që të jenë pjesë e një proteste për hatër të kësaj situate. Dhe ne e kemi thënë që nëse shteti do ta mposht rjollin, do mposht gjithë Shqipërinë. Pra ne është një pikë pyetje e madhe që ne i vëmë kësaj situate në Rjoll. Avokat, lidhur me këtë ngjarje në fakt, a besoni që drejtësia e munguar mund të çojë që edhe njerëzit të shkojnë deri aty sa të marrin armën dhe të vrasin personin me të cilin kanë një gjak? Pra nëse do kishte një drejtësi që do kishte vendosur lidhur me ekzekutimin që pretendohet që viktima ka bërë disa vite më përpara dhe ai mund të ishte dënuar, besoni që mund të ishte shmangur dhe vrasja e djeshme? Pyetjes po i përgjigjem edhe një herë. Pra nuk do e ndalonte gjakmarrjen. Asnjë vendim gjykate apo vendim i kujdo. Atë e bënte më të vështirë gjakmarrjen, sepse personat mund të ishin ndaluar dhe mund të ishin në vujtjet e vendimeve, ekzekutimeve penale që e kanë pas pamundur. Por edhe aty ne kemi raste që brenda burgut janë bë veprime hakmarrje, gjakmarrje me radhë. Por do jetë më e vështirë, po jo se mund mos ndodhte. Fjala që po vrave do të vrasin është e padiskutueshme, nuk i shpëton dot. I shpëton 1 vjet, 2, 10, 15, 20, po jo 100 vjet. Avokat, ditën e sotme pam për herë të parë ish presidentin Ilir Meta mbrapa xhamit të po themi në sallën e gjyqit. Çfarë menduat kur pat këto pamje? Ma thonë drejtën, mu duktën pamje të trishtueshme se si kishte arrit presidenti i Republikës ose shkurtimisht Ilir Meta që të kishte degradu në atë farë fiziku, në atë farë momenti. Por mendoj që atë tani edhe me lanë të lirë ai nuk e ka më atë frikën e asnjë lloji gjaje sepse ai ishte deformu komplet, kishte hum atë më sensin e politikanit. Avokat, apo funksionon drejtësia në Shqipëri? Po kohët e fundit ne mendojmë që në mos funksionoft frikën e kanë dhe frika thonë e ruan vreshtin. Tani derisa ekziston një strukturë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të gjithë këta politikanë janë të implikuar, mendoj që e kanë shumë frikë që ata të veprojnë më në këtë rrugë. Pra, nuk mundën më që
jo nga forca e spakut apo e strukturave, por nga frika se ata do të zbulojnë të ardhmen e tyre. Nëse sot do të kapet, pra qoftë një ish minister, ish deputet e me radhë, shteti do ju sekuestrojë gjithë pasuritë e tyre që kanë vend që në vitet e XY, pra që para 30 vitesh. Dhe ata kanë frikë tashmë që të dalin në mbrojtje të askujt. Dhe kjo është e dukshme. Dhe kjo tregon që drejtësia është gjatë në kam, por jo nga drejtuesit ose nga prokurorët, por nga frika se spaku mund t'ja sekuestrojnë pasuritë. Se po nuk u more pasuritë, ata lozin si dush. Futin burg sa dush, po nuk u more pasuritë e tyre, ata nuk kanë më asnjë lloj problemi. Se i vjet burg, 2 vjet burg, 3 vjet burg i bajnë dhe të kenë miliona euro pastaj të fshehura në një asteka, në krevata, në te halla, tezja, daja me radhë. Avokat, kam dhe një pyetje të fundit që ka më shumë lidhje me situatën politike. Ka pasur një paralajmërim të zotit Rama ndaj Elisas Piropalit, ku i ka deklaruar hapur që ose rri në grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe të mos dalësh kundra, ose duhet të kalosh, po themi, matan grupit Partisë Socialiste dhe pastaj të kemi dhe armik, pra të kemi kundërshtar. Çfarë po ndodh realisht brenda Partisë Socialiste? Tani, edhe si kur mos tjetë Rama, tjetë një person tjetër, dhe kushdo që tjetë, automatikisht e ka të drejtën e Zotit për ta porosit, si thot. Ne jemi tash 60 vjet, 70 vjet e me radhë që funksionon në këto forma. Po jo vetëm Shqipëria, po çdo vend botë. Por në botë nuk ka funksionu kjo që ka funksionu me Enverin, me Salen dhe tashmë me Ramën. Në gjithë të moderum, tash Rama më i moderumi, sepse kë nuk i vret dhe po i çon në spak, ose ju tregon rrugët e tyre. Pra kjo tregon një bonsensus për jetën dhe për punën e tyre. Deri dje kanë qenë bashk, tani nga inatet vjehër shkon në Mulligjin, me duket sikur nuk shkon. Dhe nuk ke pse del jashtë vijës partisë, pavarësisht PD, PS e me radhë, por duke qenë se jemi këtu, votojmë gjithë, kemi marrë pushtetin gjithë, është tjetër gjë problemet e brendshme që bëhen të brendshme, po jo të dalura në publik ose ta diskutoj. Është si puna sherrit në familje me gruan e tij secili, dhe këto problemet e gruas do m'ia tregu bocë, gruaja ose burri. Dhe për këtë arsye, veprimet e Partisë Socialiste në këtë rast, qoftë Rama apo mos ishte Rama, ishte kush dush, është krejtësisht normale. Por ajo që e uroj është kjo që ma mirë t'i çojnë spak se sa t'i vrasin. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.